Kjo që po e shihni në foto është Alem Rama, përndryshe sekretari organizativ i lëvizjes vetëvendosje. Alem Rama, përmes një postimi në rrjete sociale, më saktësisht në Facebook, ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të bojkotojnë produkte. Por për çudi, jo për bojkot të produkteve serbe që dominojnë në tregun tonë, por për bojkot të një kompanie shqiptare, më saktësisht të kompanisë vendore Devoli Corporation. Në postimin e tij që bëri shumë buj, tha se si sekretar organizativ u bën thirrje të gjithë anëtarëve e aktivistëve të lëvizjes e të gjithë votuesve e mbështetësve të vetëvendosjes që t'i bojkotojnë produktet e atyre që e shohin Kosovën si pjesë të Serbisë. Pra, në këtë status, ai referohet kompanisë Devoli Corporation, kompani kjo e cila është njëra ndër më të mëdha të vendit. Kjo thirrje e çuditshme e Alem Ramës ka nxitur reagime të shumta e të ashpra nga ana e qytetarëve, të cilët, siç po duket, nuk po arrin të kuptojnë se si një përfaqësues i një partie bën thirrje për bojkot të produkteve vendore. Nëse vetëvendosja e në këtë rast edhe vetë Rama janë vërtet ashtu siç shtiren, që janë shqetësuar për ndikimin serb në Kosovë, atëherë pse nuk kërkojnë që të bëhen ndalimi gjithë importit të produkteve serbe? Dhe pse nuk denoncojnë bizneset që për çdo muaj derdhin miliona euro në ekonominë e Serbisë? Edhe diçka tjetër. Alem Rama, i cili bëri thirrje që mi bojkotu produktet vendore në vitin 2021, përderisa ishte antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga vetëvendosja, ka deklaruar gjithashtu edhe pasurinë e tij e që është milionçe. Në 3 xhirollogari, 2 në Kosovë, 1 në Amerikë, Alem Rama ka plot 1.278.541 euro. Në Prishtinë ai kishte deklaruar se ka para të gatshme 720.252 euro, ndërsa pjesën tjetër e kishte në një bankë të Amerikës e që ka shumën prej 558.289 euro. Gjithashtu Alem Rama atko kur ka deklaruar kishte edhe pasuri të palojshme, të lojshme e letra me vlerë. Ai ka deklaruar 441.000 euro e që përfshin toka, një shtëpi e 2 banesa. Kushtet të luajshme ka 2 vetura që njëra është në pronësi të tij dhe njëra ishte në pronësi të bashkëshortës me vlerë në total prej 55.000 eurove. E siç më mundin edhe me po, pasuria e tij që është shumë e madhe, duket t'i jep atij mundësinë që të zgjedhë se çka të blej, e jo t'ia çojë hallin produkteve serbe apo atyre vendore.